Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ndërron jetë Arjan Kraja, heroi që shpëtoi 2 fëmijët në Velipoj. Në Shkodër është përhapur me dhimbje lajmi për ndarjen nga jeta të Arjan Krajës, punonjës joshe Shkodër, i cili humbi jetën pas 3 muajsh në koma. Qyteti është pikëlluar nga humbja e një njeriu të përkushtuar dhe të dashur. Arjani u transportua me urgjencë në spital pasi ndërhyri për të shpëtuar 2 fëmijë nga mbytyja në detin e Velipojës. Fal guximit të tij, fëmijët shpëtuan, por ai vetë përfundoi në gjendje të rëndë shëndetësore dhe nuk arriti të rikuperohej. Pas 3 muajsh në koma, ai u largua nga kjo botë. Të afërmit, kolegët dhe të gjithë ata që e njohën e kujtojnë Arjanin si një njeri të qetë, me shpirt të madh dhe gjithmonë të gatshëm për të ndihmuar të tjerët. Akti i tij heroik do të mbetet gjatë në kujtesën e komunitetit shkodran dhe jo vetëm.